Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse vuani nga këto sëmundje, mos pini kafe. Ja pse. Studime të ndryshme kanë treguar se kjo pije nuk shërben vetëm për të zgjuar nga gjumi, por ul edhe rrezikun për të prekur nga probleme të ndryshme si demenca, sëmundje të zemrës, përshpejton metabolizmin e të tjera. Por të njëjtat studime sugjerojnë se duhet të shmangni kafen ose të paktën ta kufizoni në raste të caktuara për të shmangur efektet anësore, duke filluar nga ankthi deri te rreziku i zhvillimit të problemeve të rënda. Ndaj, sipas Brejtsaj, do të rendisim arsyet dhe rastet ku duhet të evitoni pirjen e kafes pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Nëse është shumë e nxehtë, mos e pini kafen. Konsumi i pijeve shumë të nxehta si kafeja ose çaji mund të shkaktojë probleme të rënda, paralajmërojnë ekspertët e mjekësisë. Mendohet se temperatura dhe jo substanca e pijes shkakton problemet e ezofagut nëse është më e lartë se 65 gradë Celsius. Prandaj tregoni të durueshëm. Mos e pirni asnjëherë kafen sapo hiqet nga zjarri, por lini pak të ftuhet. Nëse vuani nga ankthi, mos pini kafe. Nëse ndjeni pak si në ankth sapo pini kafe, duhet ta fajsoni këtë të fundit. Kafeina ka një efekt stimulues në sistemin nervor që shkakton lëshimin e hormonit të kortizolit dhe të stresit. Në këtë rast, përkeçohet edhe më shumë ankthi dhe probleme me gjumin te personat që vuajnë nga depresioni. Për të minimizuar influencën e kafeinës, përpiquni të mos e teproni me kafen dhe mos pini kafe 6 orë para gjumit. Nëse ju nevojitet që të flini gjumë sa më shpejt që të jetë e mundur, në këto raste mos e pini kafen. Kafeja mund të duket një zgjidhje shumë e mirë nëse do ta gdhish në mëngjes. Në rast të kundërt, mos e fusni në gojë. Përpiquni të mos pini kafe përpara se të flini, pasi është e sigurt se nuk do ju zërojë gjumi. Nëse nuk doni të flini 7 orë në natë, do filloni të shfaqni probleme me shëndetin, dhe nëse vuani nga pagjumësia, hiqni dorë nga kafeja. Mos e pini kafen asnjëherë me stomakun bosh. Konsumi i kafes që pak dhirë nuk do ju shtojë as pak nivelin e energjisë. Kjo sepse në orët e para të zgjimit nivelet të hormonit kortizol të stresit janë në kulmin e tyre dhe ju japin një rritje normale të energjisë. Prandaj shumë ekspertë bien dakord që kafen e parë të mëngjesit ta pini rreth orës 10 deri në 12 të paradites, kur niveli i kortizolit ka filluar të bjerë. Individët që kanë vështirësi të mbajnë në kontroll gjendje si tensioni i lartë i gjakut, diabeti, refluksi gastroezofageal, duhet të kenë kujdes me sasinë e pirjes së kafes, pasi mund të ndikojë gjithashtu negativisht në shëndetin e tyre dhe të krijojë një sër komplikacionesh. Pjesa më e madhe e njerëzve pinë kafen me njerëz apo zgjohen, pa ngrënë akoma mëngjes, por më tepër e shoqërojnë atë me cigare, duke i bërë kështu më shumë dëm me organizmit të tyre. Mirëpo, të pish kafe me stomakun bosh nuk është një gjë e mirë. Pavarësisht se kafeja ka efekte pozitive në disponim, funksionet e trurit dhe në performancën atletike. Sipas studimeve, nëse pini kafe me stomakun bosh, do të keni më shumë shanse për të shtuar në peshë pa kriter. Sidomos ato që kanë në përditshmëri kafen e mëngjesit duhet të jenë të vetëdijshëm se prishin nivelin e insulinës, duke çuar në dëshirën për ushqime me yndyrë të lartë dhe me sheqer. Përveç kësaj, duhet të dini se kafeja ka antioksidantë të cilët përbëjnë një sasi të madhe të kafeinës që shoqërohet me një lloj acidi, që gjendet edhe në shumë fruta. Një filxhan kafe i thjesht me stomakun bosh stimulon sekretimin e acidit kloridrik në traktin e tretjes. Kur stomaku është bosh, ka të ngjarë që konsumi i kafes të çojë në rritje të niveleve të acidit në stomak dhe në të vjella. Kur jeni duke pirë kafe me stomakun bosh, kjo mund të shtojë edhe në shumë acide të trupit tuaj. Edhe kafeja pa kafeinë mund të stimulojë prodhimin e acidit, i cili në stomakun bosh mund të dëmtojë pjesën e brendshme të stomakut nëse ajo konsumohet rregullisht. Shumë njerëz e pinë menjëherë një filxhan kafe sapo zgjohen në mëngjes, dhe këtë rutinë nuk e kanë ndryshuar prej vitesh, por ekspertët këshillojnë që asnjëherë të mos e pini kur është shumë e nxehtë, pasi mund të krijojë probleme në shëndetin tuaj. Shkencëtarët mendojnë se kjo ndodh për shkak se lëngjet e nxehta dëmtojnë indet në ezofag. Kjo do të thotë teorikisht që adhuruesit e çajit gjithashtu mund të jenë në rrezik. Prandaj ekspertët këshillojnë që të prisni derisa kafeja dhe çaji të ftohen dhe më pas ta pini.
Ekspertët e Universitetit të Cambridge-it krahasuan gjendet e 360.000 njerëzve në Britani dhe në Finland dhe lidhen atë me rrezikun e zhvillimit të llojeve të ndryshme të fytit. Ata zbuluan se njerëzit që konsumonin edhe sasi të tepërta të kafes, sidomos kafe të nxehtë, kishin më shumë probleme në shëndetin e tyre. Gjithashtu, kafeja nuk duhet të pihet në doza të larta në asnjë moment të jetës suaj, pasi dëmet që mund t'i sjellë shëndeti do ta bëjnë gjithashtu edhe një nga problemet më të mëdha imunitare. Përveç anës së errët, kafeja ka edhe efektet e saj pozitive. Por cilat janë efektet negative që kafeja çon në organizëm? Ajo mund të quhet një stimulant që ndez trurin. Ndikimi i parë që ndjejmë kur pijmë kafe është zgjimi i menjëhershëm. Kafeina është një stimulant që shkon në tru dhe bën që përkohësisht të mos ndihemi të lodhur. E bën këtë duke bllokuar receptorët adenozin, një substancë që trupi prodhon për të rregulluar gjumin dhe për na bërë që të ndihemi të përgjumur. Kafeina gjithashtu stimulon prodhimin e adrenalinës, hormoni i cili jep gjithashtu shumë energji. Shkencëtarët e Universitetit të Harvardit kanë zbuluar se edhe kafeja ndihmon në largimin e depresionit, por truri me kalimin e kohës mësohet me këtë pije dhe efekti i saj zbehet. Kjo shpjegon varësinë që kanë disa persona ndaj kafes. Kafeja e çon përkohësisht tensionin. Kafeja mund të shkaktojë një ngritje të përkohshme të tensionit pasi venat ngushtohen dhe zemra punon më fort. Ky efekt shkaktohet pasi adrenalina arrit rrahjet e zemrës, por gjithçka shkon normalisht pas 3 orëve. Kafeja përshpejton metabolizmin, por irriton zorët. Kafeja ka ndikime të mëdha në metabolizmin e njeriut. Është diuretike, që do të thotë se bën që veshkat të lëshojnë lëngjet që mbajnë. Por kafeja mund të irritojë edhe fshikëzën, duke bërë që vizita në tualet jenë më të shpeshta. Nëse pini kafe me stomakun bosh, mund të stimuloni lëshimin e lëngjeve gastrike dhe kortizolit, hormonit të stresit, të cilët mund të sjellin negativitet në shëndetin tuaj. Kafeja e tepërt ju bën që të dëgjoni zëra. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan në ditë, dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes dëmton shëndetin e mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, doza të vogla të kafes ndihmojnë në trupin në detoksifikim. Por sasitë e mëdha të kësaj pije mund të kenë pasoja të kundërta dhe të dëmtojnë në shëndetin e mëlçisë. Kafeja e tepërt rrit trysninë e gjakut. Studimi i kryer nga Cambridge Mellon University tregoi se kafeja stimulon rritjen e shumë problemeve të zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen. Kafeja e tepërt të bën nervoz dhe të paarsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transportimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë procesin e vendimmarrjes. Kafeja shkakton gjithashtu pagjumësi. Kafeja mund të ketë pasoja në 6 orë kohë të zgjimit në 24 orëve që substancat largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe përpara se të flini. Ajo mund të nxjisë gjithashtu shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin sa më shumë vitaminën D. Kafeina e tepërt mund të nxjisë urinimin e shpeshtë, kryesisht edhe gjatë natës. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikëzën e urinës dhe të nxjisë dhe të shkaktojë probleme dhe nevojën për të urinuar më shpesh. Kafeja e tepërt mund të shkaktojë dhimbje të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe depresion. Prandaj kafeja duhet të pihet gjithmonë brenda normës së lejuar, pasi dëmet që mund t'i sjellë në shëndetin tuaj do të jenë gjithashtu mjaft të larta dhe do të krijojnë shqetësime të mëdha. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.